Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita dhe ai doganave Besmir Beja inspektuan këtë të martë masat e marra për menaxhimin e fluksit të lartë në aeroportin e Rinasit. Hita tha se gjatë sezonit në aeroport përpunohen rreth 50 deri në 56.000 pasagjerë në ditë. Gatet që kemi mbrapa ose kontrolli që bëhet automatik ka dhënë një rezultat shumë të mirë, ku kemi ulur moshën nga 16 në 12 vjeç për fëmijët, edhe kjo ka bërë të mundur që ne të ulim kohën e shërbimit, por njëkohësisht rritet edhe numri personave që kalojnë nëpërmjet i gateve. E rëndësishme për Hitën është që paralelisht me përpunimin e shpejtë dhe të sigurt të pasagjerëve, të goditen edhe palishmëritë. Kryesisht në drejtim të trafikut të lëndëve narkotike, pasi vërtet kemi pasur raste edhe në sasi të mëdha, përveç trafikimit të lëndëve narkotike, ne të godasim edhe kontrabandimin dhe migracionin e palishëm. Drejtuesi i Drejtorisë së Doganave Besmir Beja shtoi se bashkë me policinë, ata janë përgjigjur fluksit duke u kujdesur të godasin edhe palishmërinë.